Zoti Meta nuk është nën presionin e askujt, kushdo që mendon se mund t'i bëj presion presidentit të Partisë Lirisë gabohet. 34 vite shërbim publik dhe jetë politike zotit Meta ka provuar më së miri këtë që unë sapo thash, askush nuk mund t'i bëj presion dhe as t'ja bëj malore jetën apo karrierën e tij politike dikujt që në fakt ka lindur në mal dhe që ka ngjitur i vetmi deri më tani, që ka ngjitur edhe simbolikisht majat më të larta, malet e vendit, por edhe të politikës. Është një politikan i cili pikërisht për faktin se nuk është i shantazhueshëm, i cili kur nuk ka marrë vendime nën presion, por gjithmonë është udhëhequr në vendimarrjen e tij nga ligji, kushtetuta dhe veçanërisht nga mbrojtja e interesit kombëtar, është e pamundur t'i bëhet presion ndaj regjimit zgjedhur në formë kriminale për të marrë peng dhe për ta mbajtur në një izolim ekstrem presidentin e Partisë Lirisë, pikërisht për këtë arsye sepse pati të pamundur jo vetëm t'i bënte presion, jo vetëm t'i bënte shantazh.